Të dashur shqiptar, sot do t'ju vërtetoj të gjithëve që titullin që më kanë dhënë nxënësit e mi në rrjetet sociale, gjuhëtar i popullit, qëndron. Dhe nuk kam nevojë fare për ndonjë diplomë të Akademisë së Shqipërisë, e cila i jep këto diploma deputetëve, gruas së presidentit, për këtë shërben akademia, kryetares së parlamentit. Nuk më duhen fare. Unë kam diplomën e popullit shqiptar dhe do e vërtetoj këtë që jam gjuhëtar i popullit. Do e vërtetoj këtë me një fshat të gjetur në Kosovë, quhet Bresan. Kur ta mësoni emrin e këtij fshati, do qani si fëmijë me lot të hidhur. Pse do thoni ju? Fjala Bresan lidhet me fjalën shqipe bredh dhe brodha. Gjuha shqipe sillet sikur të ishte degëzim i dialektit dorik. Në shekullin e 4 të erës sonë është vërtetuar që d-ja në mes të fjalës të temës në gjuhën iliro-helene është bërë nga d në dh. Kjo fjalë bredh dhe brodha gjendet vetëm në gjuhën shqipe, por është regjistruar si emër i një fisi trakas bredhaj. Mos qani, ju lutem. Ju lutem, mos qani. Është gjetur në emrin e një lumi pranë Francës, në Gali, siç quhej atëherë, Bredhana. Ju lutem, mos qani. Ju lutem. Është sot në frëngjisht Leberen. Është lum i lirë shqiptar, i dialektit dorik. Dhe është gjetur në Bavari emri i fisit iliro-helen Brodhentia. Ju lutem, mos qani. Janë 3 emra, njëri në Bavari, tjetri në Francë, tjetri në Thraki. Pra në Maqedoni, aty ku punojnë sot shqiptarët e Maqedonisë, që shtypen nga slavët. Ky 3 këndësh gjigant tregon se sa shumë janë shpërndar shqiptarët. E çka ka ndodhur? Kur romakët fillojnë dhe sulmojnë Ilirin, këtë kam thënë në disa nga filmat e mi, ilirët nuk kanë ndetur në vend, janë tërhequr. Këtë tregojnë dokumentet romake, që ilirët ishin shumë të stërvitur në luftën që më vonë do quhej lufta guerrille ose lufta partizane. Ky është shpikje e ilirëve. Nuk përballej dot ushtria romake dhe ilirët shkonin në përmale ose tërhiqeshin më thellë në Europë. Kështu mbjetoi gjuha shqipe, të dashur shqiptar. Prandaj nuk ka toponime shqiptare në Shqipëri. Ilirët janë tërhequr. Në toponimet shqiptare i keni parë janë në Gjermani, që vjen nga fjala germa ose zjerm, zjarri i Apollos. Është emri i Gjermanisë. Me mira shqiptarë kanë parë këtë film dhe janë gëzuar shumë. Këtu keni prova të tjera, sipas ligjeve fonetike të helenishtes, shqipja ka ndryshuar. Dhe në shqip krijohen emra nga veta e parë e aoristit. Për shembull, fjala pordha është krijuar nga fjala pjerdh. Por është dhe në gjuhën helene. Ka ndodhur të njëjtat ndryshime fonetike. Një lloj siç u krijua fjala pordha, është krijuar fjala bredha. Emër fisit trak. Është formuar Brodhentia nga brodha. Emri fisit i lirë në Bavari. Është formuar emri Bredhana, lum në Francë, në Gali. Ju lutem, mos qani, të dashur shqiptarë, se kjo është e tmerrshme, pra nuk ka toponime shqiptare në Shqipëri. Ilirët janë tërhequr mbas sulmeve greke, sepse Shqipërinë kanë pushtuar grekët në fillim. Pastaj u vërsulën romakët. Dhe ilirët nuk ishin të çmendur t'ju qëndronin romakëve ballë për ballë, po janë tërhequr në thellësitë e Europës.
Askujt si ka shkuar ndërmend një gjë e tillë përpara meje. Në fakt, këtë mendimun e kam shprehur gjatë xhirimit të filmave kur vore që gjuha shqipe ngjan me dialektin e Cakonjas. Dhe të njëjtat ndryshime fonetike që kanë ndodhur në shqip kanë ndodhur në dialektin e Cakonjas në Spartë, pra janë gjuhë motra, ilirishtja dhe gjuha e Spartës. Dhe ilirët pra nuk ishin të marrë të vdisnin të gjithë. Domethënë, trimi vdes ose budallai vdes, ai që është i zgjuar është dhe pak frikacak dhe tërhiqet që të mbijetoj. Dhe këtë bën pra ilirët u tërhoqën dhe kanë mbijetuar dhe kjo provohet me perëndin Dardania, të ngritur nga vetë romakët për hir të Dardanëve, sepse romakët filluan të quajnë veten Dardan, vëllezër me Dardanët e Trojës, sepse ishte nder i madh të quheshte Dardan. Dhe perëndia Dardania është perëndi romake, do të shikoni filmat e mi, por nga Dardania, pra nga Kosova. Këto që kanë ndodhur janë çmendurira që kanë dalë gjatë xhirimit të filmave të mi. Pra, po të mos ishit ju, të dashur shqiptar, kurrën e kurrës, e them këtë me bindje të plot, nuk kishin për të dalë në dritë këto fakte shkencore që shqiptarët, gjyshit tanë, kanë qenë shumë të zgjuar. Nuk i kanë luftuar romakët ballë për ballë. Në fakt, kryengritja e dalmatëve ka zgjatur 9 vjet. Shikoni shënimet e autorëve romak. Nuk e kuptonin dot pse ilirët mbijetuan kaq gjatë. Asnjë, absolutisht, popull nuk i ka rezistuar kështu romakëve. Po pse do thoni ju? Ilirët tërhiqeshin. Nuk luftonin ballë për ballë, kjo është e gjitha. Ushtria romake nuk mundej dot ballë për ballë. Këtë bën partizanët pikërisht gjatë luftës së dytë botërore. Nuk luftohej ushtria gjermane dhe partizanët u tërhoqën, u ndan në skuadra më të vogla, në përmale dhe mbijetuan dimrin e madh. Të njëjtën gjë kanë bërë ilirët me romakët. Janë tërhequr në thellësitë e Europës, në Thraki, në Gali, në Bavari. E pabesueshme. Grekët vërtetojnë që ilirët janë shqiptar. Grekët, shikoni vetë. Të dashur shqiptar jemi me shumë fat sepse grekët vërtetojnë që ilirët ishin fisi më i madh, popullsia më e madhe në të gjithë Europën. Ishin të pamposhtur. Dhe ilirët, siç e tregon fjalori gjuhëve indo-europiane, u tërhoqën mbas sulmeve romake, nuk i përballuan sepse ishte e pamundur të luftoshin romakët ballë për ballë. Dhe u tërhoqën në Gali, pranë lumit Bredhana, që sot është La Brenne, u tërhoqën në Bavari, në vendin që quhet Brodhentia në greqisht, pra dhë si në shqip brodha, dhe bredhai ishin bredhanjosët, ata që u larguan për në Thraki. Dhe kjo është vërtetuar me shqiptarët në Ukrainë. Shqiptarët e Ukrainës, gjatë shekullit të 16-17, u larguan nga Shqipëria për t'u ikur pushtuesve turq. Shqiptarët, arbëreshët e sotëm, u larguan nga Shqipëria, nga Dalmacia, mbas pushtimit turk. Po ashtu, ikën edhe mbas pushtimit grek. Pra kjo është e vërtetuar që shqiptarët janë tërhequr dhe kanë bërë shumë mirë për të mbijetuar. Nuk është trimëri të vdesësh në betejë, po trimëri e vërtet është zgjuarsi, dinakëri, të mbijetosh. Në fakt sot unë udhëroj kryeministrin shqiptar që bën sikur bie në gjunjë. Kryeministri shqiptar është shumë i zgjuar, nuk e dija një gjë të tillë. Është një pasardhës i ilirëve, ai shtiret si gjunjëzuar, por në fakt ai fiton gjithmonë dhe ka fituar 4 mandate, si asnjë kryeministër tjetër në Europë. Dhe e ka bërë këtë në një vend të vogël si Shqipëria, dhe ka kthyer Shqipërinë qendrën e NATO-s, pa patur asnjë tank, pa patur asnjë aeroplan të vetëm, pa patur asnjë helikopter. Vetëm ka helikopter stërvitje, por jo luftarak. Tani shikoni me vëmendje këtë që ka ndodhur sepse është përtej imagjinatës njerëzore.
Nga fjala shqipe bredh, nga fjala shqipe bredh dhe koha e kryere thjesht brodha, kanë dalë toponimet bredhaj ose bredhanjosët, brodhiontes, ka dalë bredhana, ka dalë dhe brodhentia në Bavari. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, këtë se ka vërtetuar askush përveç meje. Tani kjo fjalë bredh ka marrë dhe kuptimin bredh në ujë, lëviz në ujë, sepse kështu fshiheshin ilirët. Ata shkonin në anën tjetër të lumit për të parë se kur po afrohej armiku. Ishte një gjë shumë e zgjuar që ilirët e kanë bërë rregullisht. Do shikojmë ne në filma të tjerë. Këtë e kam zbuluar sot. T'ju them të vërtetën, nuk dua të gënjej, krejt rastësisht duke parë fshatin në Kosovë Bresana. Kjo është në gjuhën lituaneze bredu, briadu ka kuptimin të eci në ujë. Pra, fiset lituaneze e kanë origjinën nga ilirët që u tërhoqën nga slavët. Pra, ilirët kanë folur një gjuhë të ngjashme me gjuhët baltike dhe me gjuhët slave. Nuk ka asnjë lloj dyshimi, këtë e kemi parë në filma të tjerë, që fatkeqësisht vëllezërit tanë janë popujt slav. Kjo është e tmerrshme. Pra, siç e shikoni, ky është zbulimi im i jashtëzakonshëm, siç u krijua fjala pordha nga pjerdh, do me thënë emër folor, kështu u krijua edhe brodha, brodhai në traki nga fjala bredh. Këto ndryshime kanë ndodhur vetëm në Shqip, në asnjë gjuhë tjetër. Absolutisht, vetëm në Shqip, dhe këto janë ligjet fonetike të ilirishtes dhe të gjuhës së Cakonjas. Pra kjo është çmenduri. Pra unë e kam vërtetuar sepse mund gjesh fjalë me shqiptim të përafërt. Por unë kam sjell fakte që shqiptarët janë autokton, shqiptarët kanë lëvizur, kanë bredhur, nuk kanë pritur të vriteshin nga romakët sepse nuk ishin të çmendur, dhe këtë e vërteton Plini, i cili thotë që ilirët ishin grai, do me thënë vinin nga Greqia, ishin pelazg. Ju betohem. Pra pelazgë janë ilirë që flasin një gjuhë të ngjashme me gjuhët baltike dhe gjuhët slave. Mori fund kjo punë. Iku. Nuk ka më diskutime. Është e kotë. Pra vëllezërit tanë më të mirë janë fatkeqësisht popujt baltik dhe popujt slav. Dhe çfarë ndodh? Në gjuhët slave, kjo fjalë që në shqip është e aspiruar dhe si në greqisht, deaspirohet dhe kemi brodë. Brodë ose brodi ka kuptimin e ujit që ka përcehet nga ilirët për të shpëtuar nga romakët. E shikoni? Bëhet emri i përojit i ujit në të gjitha gjuhët slave, edhe në gjuhën ruse. Madje bëhet dhe kuptimi i fjalës anije që mbytet në gjuhën serbe. Po ne themi që serbët nuk kanë patur dalje në det, ashtu thonë grekët sepse janë gënjeshtar. Po të shikoni, ligjet fonetike të shqipes ngjajnë shumë me ligjet fonetike të serbishtes. Për fat keq, serbët këtë nuk e dinë. Pra nga kjo fjalë brodë është krijuar emri i fshatit Brodosan, për shkak të një përroje aty që quhet broda ose brodha në shqip. Dhe kjo Brodosanë është shkurtuar në gjuhën dardane në Bresan. Tani, në këtë moment, ju lutem mos qani, sepse duket qartë që fatkeqësisht serbët nuk e dinë, serbët janë vëllezërit tanë. E them këtë me një dhimbje shumë të thellë. Unë i urrej serbët për ato që kanë bërë kundër shqiptarve, për ato i kanë bërë këto gjëra kundër shqiptarve, sepse që të dyja akademitë e Serbisë dhe ajo e Kosovës janë të dyja akademi të dështuara. Unë sot, para gjithë botës, po provoj që serbët dhe shqiptarët janë vëllezër. Kjo është një gjë e tmerrshme, por kjo është gjë e vërtetë. Të njëjtat fjalë që kanë mbijetuar në gjuhën serbe, janë të njëjtat fjalë që kanë mbijetuar në gjuhën shqipe, dhe këta janë shqiptarët bredhanjos, bredhaj, që u larguan në Traki, u larguan në Bavari, u larguan deri në Gali për të shpëtuar romakëve, por edhe grekërve. Prandaj nuk ka toponime shqiptare në Shqipëri. E kuptuat apo jo? Ilirët u tërhoqën. Pra ilirët kanë qenë pranë sklavëve ose slavëve gjatë gjithë kohës.
Në fakt, fjala slav ose sklav në gjuhën greke është penestai, është emri i dibranëve të dashur shqiptar. Dibranët janë penestai, sklever. Kryeqyteti i tyre është Huskana, do të thotë derrat në shumës në gjuhën greke. Ne jemi derrat për grekët, e kuptoni apo jo? Ne jemi sklevrit, penestai, penestët. Pra, pranoni që sot ka qenë dita më e jashtëzakonshme. Del që populli baltik, populli serb, populli maqedon dhe shqiptarët janë vëllezër. Tani ju pëlqen juve kjo ose jo, bëni ç'të doni. Është një lloj sikur ke një vëlla kriminal ose një vëlla hajdut. Ç'a do bësh? Pra, ç'a do bëjmë ne që serbët janë të tillë? Nuk i ndreqim ne dot ata, por ne mund të ndreqim veten tonë. Pra, ekzistojnë toponimet ilire, serbe, për fat keq, janë aty, mund t'i lexoni, janë të pandryshuara me shekuj. Është pikërisht toka ku janë tërhequr ilirët, dalmat, dardan, mbas pushtimit romak. Nuk ishin të çmendur ata të vdisnin në betejë. Dhe mirë kanë bërë që janë tërhequr. Kemi mbijetuar, dhe unë jam sot trashëgimtari i kësaj dinakërie dhe i kësaj zgjuarësie të pashoqe në mes shqiptarëve. Them këtë pas një lloj mburrje, sepse jam i pamposhtur, i papërsëritshëm. Nuk ka shqiptar të dytë, të tillë që të vërtetoj që gjuha shqipe, gjuha ligurase, gjuha ilire janë të ngjashme me gjuhët slave. E kuptoni apo jo? Janë vëllezërit tanë. Po ata nuk e dinë, ne do ja shpjegojmë atyre sepse jemi më të zgjuar se ata. Ju faleminderit për vëmendjen, të dashur shqiptar. Nuk do ta përdor as fjalën pellazg, as fjalën ilir, sepse janë fjalë të shëmtuara greke, fjalë të pista, edhe penestai. Pra, të dashur dibran, ju jeni bredhanjos, ju jeni bredhaj, ju jeni brodhentaj, ata që brodhen, ata që nuk vdiqën si budallenj në fushbetejë me romakët, por u tërhoqën dhe mbijetuan. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë. Ju dua shumë. Vetëm një njeri që të do të kritikon, të thotë të vërtetën. Jam i pamposhtur, i papërsëritshëm, nuk ka të dytë. Harrojeni Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe diplomat e tyre pa vlerë. Unë jam gjuhëtar i popullit.